më pak thonë mu vllai hajde rri me nusën time, ajo kunata më zori si thonë shumë, në lidhje, tashëm shumë ajo prostitut mu, më po unë nuk pranova. Në edhe mafiozat e saj edhe në më përdonun mu në shtëpi. Ma skun këshu, edhe unë ishëm edhe me zakone, ma ishën 2 persone, një nejti ndera aty, tjetëri erdhë aty dhe prava ja pun pa ti që unë se kam gjetë shtatzanën. Edhe i ku vetë prostituta jo dhe nuk u kthy ma, së da ti se kam pa ma ata. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim ne do shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të jemi në Kumanov dhe do lidhemi me një 54 vjeçare e cila është nga Puka, por është martuar në Maqedoninë e Veriut. Ajo është nëna e 2 vajzave, por fatkeqësisht ka vetëm një vajzë, pasi vajzën e parë që e solli në jetë e bëri për herë të parë nën, u detyrua ta braktiste në spitalin e Pukës. Kjo 54 vjeçare sot do t'rregojë jetën e saj të vështirë, arsyet pse e braktisi foshnjën, ishte e pamartuar, ndodhej në shtëpinë e vllajt ku një person i pa identifikuar ende për këtë nën u përdhunua dhe u abuzua seksualisht dhe nga i abuzim erdhi në jetë vajza e saj e parë që i vendosi emrin Mirela. Ndërkohë, nëna e saj Mira, që është 54 vjeç, që do jetë me mua në këtë live, nuk do t'rregojë vetëm vuajtjet e saj, por do të jetë në kërkim të së dijes. Hap dritaren dhe ftoj me njëherë 54 vjeçaren. Mira, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit. Si jeni ju? Mirë. Më ke dërguar një mesazh dashur Mira, që ke një problem. Konkretisht çfarë problemi keni? Unë ka që është në 5 maj 1997. Ka me pas ngejt 96 e po ta ngejt shtatzan, 97 në Lina Gocën, 5 maj. Po. Me po kisha probleme me kunatën dhe kisha probleme me vllezit e. Ajo kunata më zori si thonë shumë, në lidhje. Edhe më zori në lidhje atëherë tashëm shumë ajo prostitut mu. Më po unë nuk pranova. Po ti ishe E mbrova martuar? policin, kunata me nusja vllajt. Nusja e vllajt tënd? Po, edhe tashëm shumë u prostitut. Unë edhe mbrova policinë edhe u ktheva. Edhe më atë kohë ngel po ta ngel shtatzanën. Po kera shtatzanët është si t'ja bajnë jo në munova, si thonë vjen ne më thëshën mu mirë mos e hishe. Ketë pas probleme me shëndetin se ta hekur fëmine. E majta ashtu. Vujta pa mos. Por ishe, e dashur Mira, Vllai i madh ishte në Pukë, si jam prej Pukë. je prej Puke. E dashur Mira, në momentin ne ken durrës kunata ime me shtëpi, edhe unë isha aty ne gati me fëmijëve, s'kishte fëmijë kjo. Edhe ajo më shiti mu lidhje, edhe iku vetë prostituta jo, dhe nuk u kthy ma, së ta di se kam pa ma ata. e ka lënë vllajin tuaj që në ato kohë? Po, edhe kalon 2 kalamaj, arrita unë kalamajt dhe isha shtatzon, nuk më nrasha në sy me vlezet e mi, i madhi sa i ma është i kesh shumaj. Edhe sot atë dite ne jam vujt, jam në torturë, s'kam mujt me kërku se. E dashur Mira, më lejon të bëj disa pyetje për ta kuptuar qartë historinë? Po. Sa vjeç keni qenë ju momenti që kunata ka dashur t'ju trafikojë, nusja e vllajt? 26, duket 27 nuk. Pra, ti ke qenë 26 vjeç në 1997 dhe le të themi ke qenë një vajzë e rritur dhe jetoje në qytetin e Durrësit. Po. Por jetoj mua shkoj ka pa shkuat, jetoj në fshatat në Pukë. Ti jetoje në Edhe Pukë. shkam po, edhe më pak thonë mu vllai hajde rri me nusën time, unë punoj në Pukë, punoj kënë trupa vllajen. Po. Po, edhe unë të një gati mos me lanë vetëm edhe ajo më bani me lidhe për më gjoja mu martu. Edhe mirë, unë e pranova si, majtë thash shola banë ata pune, si ti të shonë ata gjana, edhe unë atëherë
e thash, kunac po mirë, aja i pas apati shërrinë, aja vish pun mua me më shohu e prostitut. Por pse, të lutem, ndalemi pak këtu. Ti ke qenë 26 vjeç dhe vendimet për veten tënde i merje vetë, ishe rritur, nuk ishe mitur. Hajde ikim, theke si ishte vetë i dyti ajo, ishte, thash kena me ikë dy, e thote e kemë marrë kalamajt, unë nuk di çfarë gjë, vish ku më kanë marrë edhe në atë moment jam kthy fillon atëherë. Po kush të mori? Po ato, ajo u nis me mu, ajo u kthy mbrapsht ajo, shkoj më lidhje tjetër ajo, se kishte vënë fjalë unë se di. Jo për kujt e gocës, se kam një gocë jam e martuar tash në Maqedoni, jo nuk di çfarë gjë. On vetëm kur më ka kthym ka tjetër, mua ajo më zhduk prej meja ajo. Por ti mbërrite në Itali apo u shkëpute që në Shqipëri? Në rrugë, se na kapen aty se lajmërove policinë u kthym në rrugë na. Por personat të cilët të morën për të trafikuar ti i njeh kush ishin? Jo, asnjë si njefsha, asnjë. Por ti më tregove që nusja e vllajt, ish nusja e vllajt, të lidhi me një person dhe ti pranove atë histori dashurie. Jo, tha hajde ikim, tha të dyja poshta, se të të gjë, ajo në burri tha hajde rrim poshta, edhe unë s'ti qa gjë edhe hajde u nisem, edhe u kthy mbrapsht. Edhe në atë ku u kthy mbrapsht, e shku u kthy mbrapsht, edhe në mrapa në shtëpi, se nuk ishe malo krymarrëdhënie me ta, edhe në shtëpiun, edhe ku nata nuk u kthy. Edhe neta unë, kur erdha në shtëpi, neta me kalamajton, cila kalamajt në komshi. Edhe u losh kalamajt atë, erdha mora kalamajt i neta aty, se s'kishin telefon atë me marrë vllajin në telefon. Mora vllajin në telefon. Më jo, lajmërova policinë, se erdhën atëherë mafiozat e asaj, se u kthy mbrapsht, erdhën mafiozat e saj, erdhën e më pardonun mua në shtëpi, mana deta se shpirtin e zemrën plasme, po e du fëmijë, po më vin ka shumë keq. Me ty kanë abuzuar seksualisht? Po. Persona të cilët ti nuk i njohe kur? Po, në shtëpia vllajt tem aty mrena. Por arrite ti identifikoje kush ishte ai person që abuzoi? Jo. Jo, për zotën asnjë ishin me kështu si të maskun kështu, edhe unë ishem edhe me zakone. E dashur Mira, por ishte një person apo disa persona që abuzuan me ty? Po, ishin dy persona, një neti nder aty, tjetri erdhi aty dhe a historia shumë e gjatë për zemër. Atëherë mirë se më pardonu mua, e pranova, si isha kim morën, dashin marr vajzën e vllajt tem, ishte vajza 2 muaj e gjysmë, se dashin me mamon, ma pështjellen mu me gjana kështu. Copa kështu edhe morën e thanë do ta mysim, na ka thënë ona vetë me myt në det. Edhe a ishte në detë për Roman atje sipër ishte na. Edhe morën të kështjell fëmin, mirë thoshte dal jashtë mos ta shokun ta marr fëmin. Në atë moment më dha zotin nimen, edhe kam ikë në komshisht të Tropajana i policë, edhe i kam thënë atij policit, man thosh ka lër me marr vajzën e vllajt se për veti son thësha gjë. Me ma myt thoshte nuk e kam vllajën tonë si ke pa me vllajën. Nuk e kam këtu thosh vesha man thosh si mia bon thosh me pështet fëmijë. Edhe mirë atëherë ai polici lajmëroi, nuk erdhi po lajmëroi policinë, erdhën e kanë desi ka vllai jem kanë me polici shtëpia rrethumin për Romane. A denoncove ti në policinë atë kohë që u abuzove seksualisht? Jo, unë jo hece banson për i vllajt tem atë, hece banson, shajt kraja pun pa ati që unë se kam gjetë shtatzanën. Ti në sajtë ati përdhunimi mbete shtatzën? Po, s'kisha kruj marrëdhënie i zemër, isha shumë themen e egër, unë vetëm të çdo gjë, merrnin çdo gjë të këqija të merrnin prej konacës time. Por si reagoi vllai juaj kur e mësoi që bashkëshortja e tij ishte larguar dhe persona me cilën ajo shoqërohesh mbërritën në shtëpinë tuaj për t'u bërë keq? Erdhën pa vllai jem as jo, erdhi policia, u kthy ajo se 3 hera nis. Mu kthy ajo mur vllai me evram, tha vllai jem. Jo, vllai jo, trajta, baba i vet, tha jo vi të ta vras ta vajzën time. Jo, tha vllai, tha kam 2 kalamaj, tha falja tha dhe që të rrallë, tha dhe mos ta shlu se kam 2 kalamaj, ta fali. Edhe e lam. Fiu mos i jove hiku prap, edhe i tha, meri kalamaj, tha nuk janë të mu të shteme, tha meri kalamaj të shyriti. Kjo neke, si tojnë me fjale me gjana, sa mun ka hik vllai, ajo atëherë arshtuke nuk ka po mo tjetër. Pra vllai juaj e fali, e pranoi të kthehesh në shtëpi,
Dhe ajo iku sërish. Baba i vetë është në evroj. Flasim për vitin 1997, ku armët kishin dalë sheshit në Shqipëri dhe ka qenë një nga vitet më të vështira për të gjithë shqiptarët. Dhe ti po më tregon se në atë vit ku ish Kunata ka dashur të trafikoj, ajo vetë u trafikua dhe iku në Itali. Po. Nuk u lidh kur me fëmijët e saj? Jo. Edhe sot e kësaj dite që flasim bashk? Jo. Fëmijët nuk e njohin nënën e tyre? Jo. Djalja 30 vjeç, vajza është 28 vjeçe. Por ku... Të dy janë martuar. Më vjen mirë. Por kush kujdes për ta? Jam kujdes desja djali 8 vjeç, vajza 6 vjeç, i kam rrit vetë. Pasi lloj kushti. Për zotën e përkrojt e gocës pa mpers. Veç laje shplaje tuta, edhe pështjele, saj me ne po ke shuren, pështjele qiti edhe akulli ka mojt pa asë si lloj spitali. Ti në atë kohë jetoje me vllajin dhe me fëmijët e vllajt, por prindrit e tu jetoni në Kuk. Jo. Po më shej nana mu se ti rrej gati si të punoj e vllajt tu. Mrapa njikem, dolem pukun, morëm kalamajtër, vllaj morëm kalamajt ikem. Mas 4-5 mujsh, unë në fryna, unë pa di e hiç që me zemër se kur që ti nda sharrinat e poshtërsi, kështu jeta. Dhe ndalemi këtu, si e kuptove ti shtatzanin, pas sa muajve? Po ishte ku lujti gjanë para kishim kështu, thashëm unë si t'ja paj të shku të vrehem, të shku të shoh veten. Shkova u këshyra ku më thot i shtatzanë. Edhe unë atëre turtur, gjesha shoka, mësë më netu vllaj se mura arme ndash me mbra vllaj mu në shtëpi. Kurse këta tjetë 3 vëllezër tjere, botrat e nana e baba, këta e dikshin. Si u tregova, ky ishte më i rrezikshmi. Ti tham ke hit gruan, tha, shafet tha mu, se derni se i erdhi letra mas 6 muaj më duket, i erdhi letër prej Italie, e pyti, si është Mira, si janë kalamajt. A Mira gjalla ku është? Kash i ka shkujt më vllajtem. Letër. Edhe se Mira nuk më ka faj. Mira nuk më ka faj e kishte shkrujt ajo. Pa dije se mu vllaj kja ketë më vra. Pra, pas kësaj ngjarje të rëndë që gruaja e tij ka dashur të trafikoj ty, në sajt të asaj gruaje ty të erdhën persona dhe të abuzuan seksualisht, të përdhunuan në shtëpinë e vllajt, vllajt akuzonte ty për nusen. Si ishte ti shkaktarja që ajo kishte ikur në Itali? Jo, nuk kam Mira shkaktare, nuk kam që kishte thënë vllajte. Ajo kishte dërguar një letër dhe kishte thënë që nuk është Mira shkaktare, por vllai si sillej me ty? Jo, nuk ka shkaktore Mira për mu, i kishton jam shlosh e Mira, nuk vi madhe kash. E qartë, por vllai si u soll me ty? Si i kishe raportet ti me vllajin e madh? Ishte këtë shumë keq, edhe sot atë ditë si thujnë, edhe nuk i kam asnjë familjes, nuk i kam me shatras të mra, po nuk i kam asnjë familjes, nuk i kam prej vetes. Pse, të kanë, le themi, dëbuar? Kam vujt pa mos, nuk i di, nuk janë gjana, si janë shumë, nuk parashikojnë gjanat e mia. Rrita vëllezrit e motrat, i bona ta manë si thojnë se nana baba, nana jetim, baba jetim. Edhe me ina rrit me ka 3 ditë pa hangra, o ty ne gati nanes, la shkollën si mara klasën e te. Mrapa në takun vëllezrit, 2 fëmija vllaj. Masa ne jeta, u aksidentu motra e me 15 vite në krevatë e të i bëjë izmete së në martova. Kur u martova me Vanese zemë. Mrapën, dha zoti që të smi, erdha u plasë është në Maqedoni, pa e ditë se ka jem të shku, jam mërzit shumë. Do të pjes, do ndalemi, E dashur Mira, do ndalemi dhe tek martesa jote, fal Zoti, sot i ke një familje dhe nuk jeton më në Shqipëri, jeton në Maqedoninë e Veriut. Por ndalemi tek shtatzania juaj e parë, dashur Mira. Në momentin që ti të fry barku dhe kuptove që brenda vetes po të lëvizte diçka, shkove tek mjekët dhe verifikove që ishe shtatzën. Në momentin që mësove që ishe shtatzën, kujt ja the këtë lajm nga familja? Kush e mësoi i pari? Tash i ka në Lezhë, thashtë ta heshi. Kur i ka në Lezhë, mora vllajën e tret, vllai tret tha mjek pare të mu, tha mu dhe tha se ti e shkojt folin me doktorin.
Ky mori lekë edhe nuk u tuk, as te doktori më lam rrugë mua. Edhe iku. Edhe nuk u pa ma, unë jem doktorate, kam pasi gjaltezja, kam lesh, ika të gjalitezës, fletat natë, u ktheva, erdha në shtëpi, edhe i tregova të vllajt dyt, edhe nanë se ç'është. Mirë po, torture, nuk kishin fshira për mua, edhe sot atë ditë si thonë kam shumë. Por nëna si e priti lajmin, i tregove të vërtetën që ti isha abuzuar seksualisht? Po, nuk e besoj ke nana. Nuk e besoj ke. Se kur nuk ashtë shkaktari si ka hike, nuk ashtë duk ma, nuk e besoj se kujtojshë se i ka janë gjana si i kam bon vetë me dëshiren time. Por, çfarë ndodhi më pas? Ti këtë fëmijë vendose ta mbaje? E mojta që është të pratër gjithë shargjana shumë këshu punësha nuk rasha mësy. Por atë momenti me linë, nga vdek e motër si më patë bo aksident, ka ardha jo me mu, kam dhe hyp me një if, që se i dingjoj një ife. Makinat të mëdhaja, po. Ishte mbyjore ajo, kam hyp me ta, kam shku, kam linë në puk, kam nej 2 javë atje në puk, edhe më thanë vetëm kam nejt atje. Më thanë mu, thanë e ke gocë, nejtë doktori aty, Musa Vela, a jemi nejtë doktor shumë i mirë, Lina, mirë po ishin shumë fjale, shumë gjana, te ke ba kopile, ko ke burrine, ishin gjana me bullizim shumë jashtë mase. Dhe më vjen keq për gjithë situatë që po tregon. Unë ashtu i pranjova, si thënë fjallë të gjana, së da ditë e vuj. E dashumira, të kujtohet dita dhe muaj kur e solle një jetë vajzën? Po. Kur linde? Çfarë dite? 5 maj, 1997. 1997, 5 maj, ti solle një jetë një vajzë e cila gëzonte një shëndet të mirë. Po. E dashumira, arrite ta shikoje vajzën tënde, ta mbaje në krah, t'i jepje gjy? Po. Jo. Pse? Nuk mujta t'i jep se kur i dasha unë, thoshem nem ashtë puna, se puna nuk mujsha në atë momentin se thanë edhe infermierët jo, mos i jep. Unë nuk e ditë se që është mija. E më thanë mos i jep. Ti që në ato moment vendose që ta braktisja atë fëmijë. Eshtë zoti e dine unë si ja kam të shpinën. Edhe për jetoj që atë ditë e desët, nuk ma jam ka shikë një shumë doj smunje. Tërë 2 herë ka kohë një detenzioni. E dashumira, nuk të erdhi askush në spital të vizitonte, nëna, vëllezrit? Jo, edhe ditë më rëpën vesh fjalla bullizim, edhe fjalla, ata fjallë më kanë smunë gjithmonë. E pra më bani në aksident, kam nejtë masaj. Më kapi babën për stata e masaj spitali. Motër 15 vitit dërë spitali. Vlezni se unë ka trëshën me njerësit e me kretë, isha para e ta kisha para plume tonë edhe vesh mos me vra vesit, tonë ju kanë dërzët, mu asë një në komë të risa. Por ata të braktisën në momentet më të vështira, ku ti kishe nevoj për ta? Jo, asë një. Por, çfarë të thanë? Familja të thanë? Më thojnë mu, mos e kërko se nuk ke ven më këtu. Pra, familja të detyroj që ti ta braktisje e vajzën? Ke qenë ti ajo që ke firmosur në spital? Po. I vendose emër vajzës? Po. Si e quajte? Mirela. Ndërkohë e dashur Mira, atësinë e fëmijës ti ende nuk e njeh as sot, nuk e di se kush është. Jo. Por atje në spital tregove çfarë të kishte ndodhur dhe si kishte ardhur në jetë ky fëmijë? Po, thash pra unë, nisa t'ju tregoja, ata folshin fjalë më të degenerume për mu. Se nuk mundi, unë vetëm isha një njëri, thoshe se kush ma keshe ma shumë me marrë se jam unë. Se ishte ku atëherë dhe në puk ma se janë gjona fanatizem të Zotit. Le të themi që dhe bluzat e bardha të paragjykuan,
Që ti solle në jetë një fëmijë? Shumë, jashtë mase si harroj kur. Veç doktori, jo, vetëm doktor Musa Velaj, për mu qëvë ai kur s'ma ka thonë atje, kur. Ai si ma prejti vajzën ai kurse infermierët lloj fjalësh, lloj fytyrash, dashur të më thonë lloj fjalësh, ti e prostitute, si ke dalë ashtu, si ke shkuar në të erdhe bone këtu kopilin, gjithë por fjalë. Dhe më vjen keq që ka ndodhur kjo situatë në rinin tënde e dashur mira me ty, që përpos abuzimit seksual, ku solle në jetë vajzën, përpos familja nuk të pranoi, duhet të duroje edhe bluzat e bardha infermieret e spitalit të Pukës me gjithë ofendimet që të bën. Ti qëndrove 2 javë në spital? Po. Mund të më tregosh momenti kur ndave nga vajza jote nga Mirela? Ka qenë momenti më i vështirë. Mos të mani, ka qenë një gjë se e thash, zemra e ma shkule ka ngelt ajo. Nuk kam mo zemër, mos nuk kam mo shpirt asjetë. Por si vazhdoi jeta jote më pas? Ku shkove ti? Familjarët të hapën derën? Po, atje shkova atje ne të me ta, po torturë. Ke për bën këtë punë, ke për bën ta. Punojsha e që bazon, punojsha. Brapa, pa të thonë gjërë 2 herë janë të kam. Si shtojsha e të malit, të kur firë, që ose i kuptën të gjëra të preshje. E kuptoj. Firë që lloj bime që rritet më lartësi. Po i dronë shpinë, punë në tokat, hish gurë për arat, punë, si kur më kanë sërbë. Nështë nuk më kanë trajtu, si thonë, vish punesha si shtasë. Por kush të kesh trajtonte në familje më shumë? Nuk ishin si në kështë pëtesh, unë isha me, thësha unë që kam bëhun, s'ka po kush, edhe në isha si thonë, vetëm me punu, edhe mos me bazan, edhe punë isha, më të shenë keme punu. Unë të hecë e bazan se kisha malë, mos të hinë vlezit me hynë mu ba më gjatin fund se mu, edhe vlajnë e 2 tash me në vra vlaj matë. Ate mos me gjatë të shana me hapë mu hapete, unë të rajsha të më shagojen, edhe mos me në ashtu, me në vra vlaj matë, se aje kishte se i kuptoj ke gjana. Të shkanë marë, janë kanë gratë, janë në Itali, zdoj me ti, si dojnë, për mu. E dashur mira, po nëna si u soll me ju, kur u kthyet nga spitali dhe u detyrua të braktistit vajzën? Shumë gjeloze, shumë fanatizem, edhe më thote mu, na ke marru, edhe së të here, edhe kur shkoj si që ishte nana që të është shkrujt aty, edhe së të here, i ka prap ato fjallë, prap i ka breng, edhe i kam thane nanë të ta gjaj. Jo thoni shetë dëni, i thashur do ta gjaj, të shkrujt e televizori, do ta gjaj. Por pse, ata edhe sot që ti e martuar të pengojnë që ta kërkosh vajzën tënde? Pore, thoj nuk e vend të më artu. Sa vite qëndrove tek nëna juaj, tek familja jote, dashur mira? Zemër kisha shumë kërkesa, edhe nga su bombu të aksident, nuk kishte kush më në i gati, edhe nëna bani aksident, edhe vlezit në Itali, me shpime që rrim fushkruj, nuk rrim puka tje, po rrim fushkruj. Tash 20 vite, thojnë kamen 3 vlezit e mi në Itali, së ne bani shpi i zemër, tash të e në të folqë me qenë gotra. Edhe, në gjë muajt, sa të lek në pash kurse, ki zemën e mirë për muët, se ka po gjithë sha, edhe zotin e shek si sha të po. Tash mu nuk e kam kanë vrejt mu, si thojnë se kam ra një viktim, edhe mu nuk me kështu vlezit e mi, mos me derë gjaku, mos me bra vlezit e mi, se kanë qenë për i spital, e zemët e ishtë që mafiozët e spital, se mi shdukshin vlezit e mi. Pra, le të themi që ti ishe kthyer një shërbërtore në familjen tënde, ku kujdeseshe për gjithë antarët. Po. Por më thej që më dilnin shumë fate dhe i refuzoja. Pse i refuzoje? Pse se vazhdove jetën tënde? I refuzoja se sa ndasha unë, me më dashke mu bo një puna për mu, thote nana jo, ku të më shku të vishdoj me të lanë rrugave, qashtu strike baba, qashtu vlezit e mi, jo, mos me ima ashtu edhe gjatë herë kishe ma shumë pengesën në motës time, se ishte në krevat. Unë kishe halin për me
Aja thotë s'ka kush me kuros rrobat, kush pastrojnë me la. E janë s'ke qaj ke shkajt, aja se kishtë në pat ne aksident, si thojnë 15 vite në kravat. Edhe të të rrobat herë, unë, jo këtu. Por, Sa ka dit ka të jo, bëj një pyetje për dashur 2 Mira. muajve, sa ka vdek ka jo, jam martu unë. Pas vdekjes së motrës, ti je martuar, po desha të të bëja një pyetje. Fjalori juaj me nënën, kështu ishte, ajo për herë të ofendonte me fjalë të pista, nëna? Nga se thote kishë se ishin familje shumë me, si me thonë ty, shumë fanatizëm, shumë të mërshëm. Edhe në ke korrikte, kështu ashtu, në loj, si thojnë shanesh, unë atëherë veç qajsha, na ishe ato qajsha, edhe shqit puti ishin, thësha se sa kush ma kishë sa. Pra kanë qenë vitet më të trishta të jetës tuaj, momenti pas si soni jetë vajzën tënde. Kam vujt pa mos, edhe sa atëherë vuj. Por pas vdekjes së motrës, 2 muaj pas vdekjes së motrës, që ti i shërbeve, besoj me shumë dashuri asaj motre, që kështë zënë shtratin prej vitesh, ti vendose të martoheshe. Si u njohe? Ishte fisi, jenë thoi si ka po ajo mire, për mu, se ka me e mira, vesha i sot në të disë, tonë njërësit ma ti, kom shite, kushre e kret, familja e me thoi, ka pos për të tyrë, s'ka pos e gjatë e. Mirë, okej, ne kemi detyrime ndaj familjes, por gjithë ajo që ti i ke shërbyer, sakrifica që ke bërë, që nuk je martuar për hir që do t'i shërbeje motrës, është një gjë shumë e madhe që familja duhet të të falenderojë për këtë gjë, nëna dhe babai, sepse ata të kanë trajtuar ty jo vetëm si një shërbëtore, por thjesht fakti që ti në sajt të një përdhunimi që nuk të besuan asnjëherë, solli në jetë një fëmijë, ishe e pafajshme në këtë histori. Asnjëherë se më kanë besu. E qafsha gocën, isha ashtu se kur thamë, jam të thonë ty isha ashtu ka qenë original, si kanë kalu jeta jeme. Masan e ndish baba, këtë familjet, mo njërësit edhe rëthina, këtë ishë kam thirun me makina me këtë për më shku me e varros në punë, kësish në në foshkruj. Çdo gjëja kam bëhon me investime. Kur ka nërë lezit, ka nërë vetëm se kur kom shik, si thojnë, se s'kanë posa si lojt të ravojem kërë ishte, për spitalisht e gjë i kam kërjon. Edhe më kur më t'i shmotra, ashtu i sëj. Edhe kam nënin tësh, me një motra tjenë në Shqipër. Me jeta kesh nënën. E dashur Mira, ndalemi tek martesa jote. Si u njohe me burrin tënd në Maqedoni? Sa vjeç ishe? Kur njofa unë me burrin tu, nuk u njofta unë në hinin ai kushreni jem, se kishtë ma i dalë ke shpirti për mu, thotë e mirë qa ke vujt të që në dojat, pas dojtë që më kanë deka të 2 lezet e lancë. I thotë e lancë, ti nuk e din lirë, thotë e kësoj shikë, thotë se e ke edhe djallë, edhe burë, edhe e ke, gjithë që ke nuk mos mi thonë vojës kësot. Edhe u bashku dojat e mi, edhe më thotë mu martoh, thashëm ku të martohem unë 24 vjeqe unë. Je martuar 24 vjeqe? Po, edhe më thotë mu hajde, thotë e shifte, thotë, më thotë këj kushojnë jemë, thotë se kam një këm shik tu, thotë se është një burë, thotë që shtojnë familje mirë, që shto. Ardhe kushojnë jemë se vlezit e mi s'kanë orme më për cilë asë nja. Se nuk kanë dashtë që të mund të martohem vish me nej, se thojnë, si vodale, si thojnë, vish me bo punë të tyne dhe unë me nej vodale. Edhe atëra u shkova edhe me këtë kushojnin tem, mishit gruaj, edhe ai burri se i kishtë thënë për mua, erdhem tu në Maqedoni, erdhem vrejtim tu, ishe njërë që thënë thjesht, nuk ishe njërë shumë, edhe ishte 2 vjetë ma i mazëllë. 26 vjeç. Le të themi bashkëmoshatar keni qenë dhe shumë mirë. Po. E në erdha, me këshirë mas i jave erdha, me robat zezën, se më kishte vdek mota, halas kishte bo mota e me 2 muaj. Ka marrë me 10, jam martuën, 10 dhe tërë, ajo ka pas vdek me 21 tërë. Me 21 tërë ka pas me bo 2 muaj ajo, edhe erdha më para. Se shkova bona vizit, më thot doktori jo mirë që se kenë men, për të martu se unë që një thesha
se kam ashtu, kam kalu fatkeqësi, thot jashtë me më bon fëmijë, thot martoh shtesh, thot se mrapa nuk mund të linish më fëmijë. E qartë. E dashur Mira, po nëna juaj si e priti këtë martesë? Ajo ishte dakord? Jo. S'ka qenë dakord hiç, thot të jetësh ku mu tre, thot të ke për të me rrugave, ti s'ke për të jetu me të. Pra asnjë person në familje? Ti je shumë e jithë, nuk mund jetojsh me tane, jo se s'punon, po nuk mund jetojsh se je shumë e jithë, më thëmë. Por, e dashur Mira, nga momenti që ti u abuzove seksualisht në moshën 26 vjeçare dhe deri në moshën 44 vjeçare, ti nuk pate asnjë lloj raporti me ndonjë mashkull? Pata. Pate lidhje? Po. Lidhje që nuk shkuan mirë? Kisha lidhje, po jo me shovesh se mu kishe vunë shpinë, ishte jashtojt me burin me gruën e ndo, me neta lidhje me ta, kur puna nuk pranon. Nuk unë e thash familje se do mu martu mami, se e thasha për me o thonë, thotë jo, nuk e për të më përka marë, kanë se ti nuk jeton me ta. Por e shkuara e harruar i femine shqiptarët, ti vendose të martoheshe, ishe 44 vjeç dhe vendose të shkojë në Maqedoninë e Veriut. Konkretisht në çfarë qyteti jeton aty? Në Kumanov. Në Kumanov. Si e priti burri juaj? Ja tregove jetën tënde? I tregove? Jo. Por pse nuk ja ke treguar të vërtetën që ke një fëmijë? Nuk e kam burrin shqiptare, kam maqedonse, kam shumë probleme edhe për punën e gjuhës. Ai është maqedonas, jo shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Por sa vite martesë keni bashk? 10 vite kam bashkësh me 8 vjetër. Edhe 100 vite bashk dhe u plakshit bashk. Por për shkak të gjuhës e ke mësuar gjuhën tani? Shumë pak. E ke të vështirë? Shumë se më kanë ullu streset e zhonat, e kam shumë vështirë. Por ai ka mësuar shqip? E kam mësu pak, po më kupton shumicën. Ju keni sjellë një jetë bashk një vajzë? Po. Sa vjeç e ke vajzën? Vajt ka hy për vajt, me 26 shtator ka po vajt, sa ka martu, në krejt mujt ka ngell shtatzan. Ke ngell shtatzan dhe vajza është 10 vjeçe dhe qoftë me jetë gjatë. Faleminderit zemër, prapë me gjithë tot. Ti nuk ke folur me bashortin tënd për shkak të gjuhës, nuk e mundur do t'ja tregosh ngjarjen tënde, por jo se ke frikë. Po edhe për pa e ditë çonat e sigurta se u gjet, nuk mund t'i tregoj gjë. Gjithsesi unë t'jap këshillën që ta hapësh zemrën dhe t'ja tregosh nëse ai vërtet të do dhe të respekton si nënën e vajzës, si gruan, partnerin e tij, ai do të mirë kuptojë që ti ke pasur një fëmijë në rinin tënde, një fëmijë që e detyruar ta braktisësh. Gjoj zemër, dhe m'ja tregu unë nuk mund t'i tregoj për një arsye se nesër pas nesër, pale si vinë gjonat, rrjedhin gjonat, edhe thot mua, thot, nuk i dit nështë, thot mos me jetu, thot me mu, thot, nuk i di, nuk ja di menimin. E dashur Mira, ne s'duhet kemi frikë nga e vërteta jonë, asnjëherë s'duhet kemi frikë nga jeta që kemi kaluar. Por zemër nuk kam shtetje, se të kem vëllezër shtetje, nuk e kam problem zemër. Por ti ke 10 vite dhe besoj ke arritur ta kuptosh, të do apo nuk të do? Jo, është shumë zërë se ka një vëlla shumë të keq. Edhe për vojtën se e kam me këta, qafsha gocën vesh i këti ashtë, i thot ai sa se jam shqiptare, punoj, nuk ja shtrejtu, nëse gjë jam këshyr punët e mia, nuk i kam hyrë punët e tija qafsha gocën. Edhe thot nuk është vajza jote, i thot ndaj se në binjot të dy, nuk është vajza jote. Edhe 4-6 muaj se kam hyrë konflikt me ta, jena ne o bërë me këta këtu, thot kjo nuk ka vajza jote, thot vetëm shqoj, thot në Shqipëri, thot për mu, thot mos e mojë tu, edhe vajzën thot e mojmë na, po shqysh është vajza nuk është e jote, me mojtë vajzën me mashtu me dhënë e vetë me lanë butal rrugave, tash i kam thonë do të baja të ne, një thash motër se kam edhe një motër të martu me tu, nuk ka fëmijë.
Por burri si ka reaguar kur vllai ka thënë që nuk është vajza jote, që nga akuz shumë e rëndë. Se shtelzarin e gojë se ja kanë hangër zemrën e zemër, ka vujtë edhe këtë pa mo, se na bashku të bashkë vujtë. Por atë paktën të do, të respekton ai? Po, më dënë mu, po e ka shty shumë ajtesh dhe sikur ka bo shumë distancë me mu. Po mu tregon që edhe marrëdhëniet me burrin aktualisht nuk I ke fort të mira. Jo, të 6-7 muaj ka një ardhe lëftovë gjonat shumë. Nuk punon gjona në shtëpi, vetëm shkon shofer kamioni, punon vjen në shtëpi, prishet një gjon, thot s'kam lek. Po ato të nërshët I gjonë se janë shtëpi. Edhe ka pa edhe ujti komshis to, nga shku parketi, raftat e këti gjanët tam kanë shkue, e kanë fut vjetën komune, si gjonë s'kena fitu dhe ishte, ashtë 2 vjetësim kanë ju ujti mrej. Po me vajzën e vetë si sillet. Robi vujtë me e një kun gjanat, çdo minutë, çdo sekondë zemër. Po me vajzën e vetë si sillet. Shumë mirë. Vajzën e do shpirti, dele vajza e do shpirti, thot nuk ka do më shumë I thojnë vajzës thot babin. Vajza është e vogël dhe ti ende nuk I ke treguar që ajo ka një motor më të madhe. Jo, me e prezentu fëmijën tem nesër, mos nesër, mund të t'i thama shoqja jeme. Nuk mund t'i thamë unë gjona se vajza jeme pa I fut gjona të rajtë të manë. Po mirë, ajo kur të rritet edhe pak se... Mos nesë unë të familja jeme I zemër nuk mund të prezentoj me kunatat e mija, se në gjithë të tilla ma sharpin se shoqja. Gjithsesi, e dashur Mira, kur vajza të rritet do ta mësoj këtë të vërtet dhe nëse ti e gjen vajzën tënde të parë, po vajzës po e më të thonë në familje tema nuk do të tregosh në familjen tënde për vajzën. Por familja jote të ka ardhur, të ka vizituar në Kumanov? Po, të tonë kanë ardhur. Le të themi që janë rregulluar pak marrëdhëniet në këto 10 vite që ti je larguar nga ata. Vinë ato se unë kam bën që s'ka për to, jo se janë bën për mua. Po nesër më ngel pa buk, nuk ma din mu një 50 esh me thonë t'ja shoj motërës. Qafsha gocën. Se I kanë gratë gjarpen, edhe u ka hecë, kanë posë fatkeqësi edhe ato, edhe kështu se jena posë shumë angjie I zemër, mos me na hecë jeta kërkun. Dhe më vjen keqe, dashur Mira, je vetëm 54 vjeç. Po. Je shumë e re, por Zoti të dhënë fuqi të përballosh të gjitha këto dhimbjet që ke kaluar dhe të uroj shumë lumturi. Por dua të pyes, a ke bërë ndonjëherë ti kërkime për vajzën tënde? Për Mirela Dibaj, që e solli në jetë në 5 maj të 1997 në spitalin e Pukës, mos gaboj. Po. Ke bërë kërkime? Jo. Pse? Nuk kam bërë, se emën e kam pas atje, familja pra, nuk kam pas mundësi. Edhe ku e shqetesh, shkova të një grua dhe më thot mua se me merret pagosës goja, se mi kanë bon sënjë se ka pa folur rrjedhshme, me kam shumë e shkon. Edhe është e ndjeshme, edhe im se të kur më shamu të qajt e mërzitme, thot. Shkova unë më thot mu, thot do ta gjesh të gocën, thamu. Edhe pra ata të mora të shkujt atë në telefon. Unë uroj që ta gjejmë gocën tuaj, por e sigurt e dashur Mira që Mira vetë ti emrin, Mirela ja ke vënë asaj. Po. Të përngjashëm emrat. Por unë jam I sigurt që nga spitali I Pukës Foshnja, pra vajza juaj ka kaluar në një shtëpi fëmije ku është rritur, mund të jetë birsuar, ka një familje, dyshoj unë të paktën. Por e ke menduar që ndoshta kur ta takosh ajo mund të refuzoj? Në gjoj zemër, aja puna vesh të ati sa është mirë, unë nuk ja prishë jetën, unë me jam su me vujtë, do vujtë e sekundin e funi vesh të ashtë se ta dinë se ku ka një motre kja tjetra, si të bajnë dyja bashkë, edhe mos letë më refuzoje, I normale se tja kalash një thmi. Vesh o Zot, vetëm nga më lutë Zotin, ditë na vesh të bëjë Zoti mirë, të heci mirë jeta, e sholla nuk ka vujtë një jetë mrakon, sikur kam vujtë unë, mos ja urosh as kujtë. Dhe mbi të gjitha ti ke një breng brenda zemrës tënde që ti tregosh të vërtetën çfarë ndodhi me jetën e saj, pse ti e braktise, çfarë të ndodhi ty në atë kohë.
çdo fëmijë i braktisur nga prindi biologjik në një moshë madhore kërkon të mësoj të vërtetën, të di kush është dhe nga vjen. Dhe unë jam e sigurt që ajo po e mësoj që ti po e kërkon, do të vi të takoj. Vesh ta shoh sa është mirë. Mrapa në mua atëherë me vdek mrapa nuk më ngjet xhamara. Atëherë tha me ti si kam lënë 2 vajza bashkë edhe ti më punte. Ja, këtë fjalë nuk dua ta dëgjoj nga goja jote se je vetëm 54 vjeç dhe je shumë e re për të menduar këtë gjë. Jo, se kam vujt shumë, veç që shoh fëmijë. Unë e kuptoj që ke patur një rini shumë të thoshme. të vështirë. Shumë të thoshme, shumë vujtje me gjithë që s'kam kalu në kërët temi, që s'kam kalu në trupin tem. E da shumë mira. Temra këtu të është 4 vite vuj se shumë kanë tanë se kjetë të morë në stoma. Je diagnostikuar apo? Jo, kam fut tupin 2 herë, më kanë thënë një. Da shumë Për të mira. ilazhe, tash nuk e di, çfarë bëj zoti mirë, nuk e di. Urojmë që Zoti të bëjë mirë. Është shumë e rëndësishme të merresh me shëndetin tënd, të kujdesesh për veten tënde, mbi të gjitha mos haro, ke edhe një vajzë 10 vjeçe që ka nevojë për ty. Po që jam lënë kam, si thujnë e menin të e tjetër, që të më lënë kam, su për tjetër. Unë edhe pse ka folë në anë shumë bjëgjela e familja, unë prap nuk më një o këthej shpinit, unë dhe shpirti për familje. Shëndeti jote, dashur mira, ti më besove mua dhe më kontaktove, unë të premtoj që unë do nis kërkimet për vajzën tënde në shtëpi jetimore, ne kemi një emër, një datë, një muaj dhe një vit lindje, kemi të dhënat e sakta, kemi mëmësinë mira që je ti, ndërkohë që atësia ngelet pikë pyetje. Nuk dua të lëndoj, por do jetë shumë e vështirë momenti nëse ti e gjen vajzën dhe ajo të pyesi kush është baba im. Se tja, më shushti kam për t'i thonë, se edhe ajo vritet, si t'i thamon. Nëse ti do ta kishe përballë, do e t'i jepi një mesazh vajzës tënde? Vesh ta shoh sa është mirë, vesh o Zot të lutëm Zotit, vesh t'jetë mirë, e t'i hecë mbar jeta, deri në ka hap natë ditë ke unë, letë banë qatë banë deri në ka të unë hap, nuk është problemish, letë të e burri që doje, ndahë me burri, nuk mbje menja, fëmijët nuk i lejë. Dhe mbi të gjitha ajo ka një motor të vogël që do jetë më e lumtur. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, të uroj shumë fat, shumë lumturi, qofsh gruaja më e lumtur në botë, të uroj shërim sa më të shpejt dhe të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde. E dëgjuam historinë e Mira Bibaj dashumish, një histori e dhimbshme e kësaj Pokjane, ku nuk u mbështet asnjëherë nga familja e saj, edhe sot si ishte 54 vjeç, nuk ishte një marrëdhënie të mirë me njerëzit e saj në Puk, por kjo nën kërkon të gjejë vajzën e parë, atë që e bëri për herë të parë nën, me emrin Mirela Bibaj. Ajo i vendosi emrin Mirela dhe solli një jetë datën 5 maj të vitit 1997 në spitalin e Pukës dhe u detyrua ta braktiste. Urojmë dhe shpresojmë që kjo nën të bashkohet sa më shpejt me vajzën e saj. Unë ju falenderoj miq që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale në Facebook dhe në Instagram me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me ju. Mirupafshim dhe takohemi nesër live.